Futbollisti Granit Xhaka si gjithmonë në qendër të vëmendjes. Në orët e mbrëmjes së sotme është publikuar një shkrim interesant nga media e Bosnjë dhe Hercegovinës për Granit Xhakën, duke kujtuar disa raste të së kaluarës. Lojtari kombëtar zviceriane Granit Xhaka ka arritur edhe një herë të vërë flakën Serbisë. Fjalët që ai shqipton i prekin serbët atje ku janë më të dobët, dhe këtë herë ishte e njëjta gjë. Granit Xhaka ka qenë prej kohësh një figurë e urryer në Serbi. Djali nga Kosova ka mbajtur veshur fanellën e kombëtares zviceriane dhe kjo nuk i është falur kurrë. Futbollisti me përvojë ka shpjeguar më parë veprimet e tij me vuajtjet e babait të tij, i cili kaloi nëpër tortura të rënda në Ish Jugosllavi dhe për këtë shkak të ngjarjeve të luftës në Kosovë në vitin 1999. Kjo është arsyeja pse Xhaka i ka ndjenjat e tij në ndeshje. Ai është bërë figurë e urryer në Serbi për shkak të pikpamjeve të tij dhe serbët nuk e falin. Jam shumë i kënaqur me rezultatin dhe jam i lumtur që bëra transplantin e flokëve në vendin tim, në Kosovë, në Prishtinë, ka thënë Xhaka, goli të cilit kundër Serbisë në Kupën e Botës 2018 në Rusi ishte paraqitur në reklamën e klinikës, shkruan mes të tjerash media bosnjake. Disa muaj më parë, 32 vjeçari ka qenë në Serbi me ekipin kombëtar të Zvicrës, pati brohoritje, por nuk pati pritjen e ashpër që shumë e prisnin. Xhaka ka mundësi të ndryshojë klub për këtë verë, pas 2 vitesh largimit i tij nga Bayer Leverkusen, ku ka pasur sukses të jashtëzakonshëm, është shumë afër. Ekipet me të cilat është lidhur kryesisht janë nga Arabia Saudite dhe ka dhe ofertë nga Milani. Më parë ka veshur fanellën e Arsenalit, Borussias dhe Bazelit dhe ka luajtur 137 ndeshje për ekipin kombëtar zvicerian, shkruan ndër të tjerash media bosnjake.